Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat më të mençura të horoskopit. Në vend të parë Virgjëresha. Virgjëresha është një nga ato shenjat më analitike të zodiakut. Ato nuk flasin shumë, por vëzhgojnë gjithçka. Janë të afta të gjejnë zgjidhje aty ku të tjerët shohin vetëm probleme dhe kanë logjik të hekurt. Shpesh duket sikur e din gjithmonë çfarë po ndodh, sepse thjesht e analizojnë gjithçka më shpejt se të tjerët. Në vend të dytë Ujori. Ujori është tipi i njeriut që mendon ndryshe, ka ide që njerëzit i kuptojnë më vonë. Janë kreativ, vizionar dhe shpesh shohin më larg se rrethi i tyre. Inteligjenca e tyre është inovative dhe krijojnë, shpikin, mendojnë jashtë kornizave. Në vend të tretë Akrepi. Akrepi ka inteligjencë emocionale dhe psikologjike shumë të fortë. E kupton karakterin dhe qëllimin e njerëzve më shpejt se kushdo. Nuk i shpëton asgjë, janë strategjik, të vëzhgueshëm dhe din të marrin vendime në momentin e duhur. Janë të thellë, prandaj shumë njerëz i keq kuptojnë, por në fakt ata janë një hap para. Në vend të katërt të listës janë binjakët. Binjakët janë të zgjuar në biseda, në informacion dhe në mënyrën si përshtaten. Kanë memorie të shpejtë, mendojnë në çast dhe din të analizojnë një situatë pa u munduar fare. Janë të shkathët në logjik, humor dhe argumentim. Inteligjenca e tyre shfaqet në mënyrën si komunikojnë dhe se si e lexojnë botën.